Xhamit kanë ndikim të madh në drejtimin e moralit dhe në rritjen e vullnetit për adhurim dhe për mësim të fesë. Xhamit kanë qenë shtëpi të devotshmërisë, institute të studimeve, piknisje për thirrje dhe udhëzim. Ne duhet ta ripërtrim këtë rol të xhamisë, duke u kujdesur për xhamatin, duke i shtuar këshillat, mësimet dhe përkujtimet në xhami, duke lexuar në të Kur'an, duke mësuar, duke studiuar atë, duke u thelluar në kuptimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duke ia dhënë hakun me respekt dhe madhrim. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar." Në xhamit që Allahu ka urdhëruar të ngrihen e të përmendet aty emri i tij, ata e lavdërojnë në mëngjes dhe mbrëmje burra, të cilët shitblerja nuk i pengon për ta përmendur Allahun, dhe të cilët e falin namazin dhe japin zakatin, dhe të cilët kanë frikë nga dita kur do të rrotullohen nga tmerri zemrat dhe shikimet.